Para një jave tragjikisht humbi jetën në Gjermani Arsim Elshani, 47 vjeçar në qytetin Hensberg, ku për të nderuar figurën e Arsim Elshanit, të martën patën shpallur atje ditëzie. Ky lajm i trishtueshëm ishte për Prizrenin dhe Kosovën për vdekjen e Arsim Elshanit nga Prizreni. Ai ishte një humanist që veproi në Kosovë dhe në Gjermani. Sot në Prizren me nderime të larta u varrosën në varrizat e qytetit në Prizren trupi i Arsim Elshanit që në moshën 47 vjeçare nda nga jeta e tij. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ai kishte një jetë me plot aktivitete të tija, me plot sukses që bëri gjatë gjithë jetës së tij të shkurtër, por plot bujë e suksese. Ai ishte një humanist i madh që kontributin e tij edhe në Kosovë, pastaj kishte edhe në Gjermani. Arsimi do të mbahet mend si një personalitet që e deshti familjen, Kosovën dhe mbi të gjitha humanizmin. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Zoti yt letësoja përgjigjet të thot Zoti im është Allahu, kush është pejgamberi yt të thot Muhamedi alayhis salam, cili është libri yt të thot Kur'ani famëlar, e cila është feja jote të thot feja ime është Islami. O Zoti i gjithësisë, familjarëve shtoja sabrin dhe durimin për të të kaluar këtë fatkeqësi dhe shpërbleju për durimin e treguar ja Rabbel Alamin, sepse ti ke thënë në Kur'anin famëlar dhe përgëzoi durimtarët, ata të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi, ata thonë ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Jashtu ke thënë me të vërtet Zoti durimtarët i shpërblen me një shpërblim të pakufishëm. Prandaj shtoja sabrin dhe shpërbleji për sabrin ja Rabbel Alamin. O Zoti i gjithësisë, na jep të mira në këtë botë dhe na jep të mira në botën tjetër dhe na mbron nga zjarri i xhehenemit. O Zoti i fal na neve, prindërit tanë dhe gjithë besimtarët në ditën e llogarisë. O Zoti i gjithësisë, mundsona të jetojmë me la ilaha illallah, të jetojmë për la ilaha illallah, të ftojmë në la ilaha illallah, të gjykojmë me la ilaha illallah, të vdesim për la ilaha illallah dhe të vdesim me la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me merit përpos Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.